Me nderim ju drejtoj këtë përshëndetje në takimin e sotëm ndërfetar. Praneja jo në të njëjtën hapësirë nuk përbën thjesht një pranej formale të përbashkët të përfaqësuesve të traditave të ndryshme fetare. Ajo është një dëshmi publike se njeriu mund të qëndrojë besnik i identitetit të vet shpirtëror dhe njëkohësisht t'i afrohet tjetrit me respekt, mirëkuptim dhe dashuri. Është gjithashtu një kujtesë se bashkësitë fetare kanë një përgjegjësi të veçantë për të shërbyer paqes, për të shëruar plagët dhe për të forcuar lidhjet brenda shoqërisë. Kryepiskopi Ndjerë Anastas i kushtoi një pjesë të rëndësishme të veprës së tij në fushën e studimit të feve, asaj që në titullin e një libri të tij karakteristik e quajti Kërkim i transcendentit. Kjo shprehje e shkurtër përcjell një realitet të thellë në çdo epokë, në çdo kulturë dhe në çdo vend. Njeriu e drejton vështrimin përtej kufive të së dukshmes dhe asaj që sjell dobi të menjëhershme. Ai kërkon hyjnoren, të shenjtën, të amshuarmen, shtron pyetje për ardhen e vet, për qëllimin e jetës, për kuptimin e vuajtjes, për misterin e vdekjes dhe për shpresën që mund të kapërcejë prishjen. Ky kërkim nuk është një luks i panevojshëm dhe as një veprim i shkëputur nga jeta e përditshme. Ai përbën një nevojë të thellë shpirtërore. Njëkohësisht, kërkimi i Perëndisë nuk duhet të kthehet kurrë një shkak për plasje, urrëtie apo dhune. Emri i Perëndisë nuk mund të përdoret për poshtëruar njeriu. Besimi nuk mund të bëhet mjet për të përjashtuar, për të ushqyer fanatizmin ose për të sunduar mbi të tjerët. Sigurisht, mënyra se si çdo traditë fetare i afrohet së shenjtës ndryshon. Ekzistojnë dallime thelbësore teologjike, të cilat nuk është as e ndershme dhe as e dobishme të shpërfillim. Dialogu i vërtet nuk kërkon të dobësojmë besimin ton, të heshtim përbindjet tona, apo të krijojmë një tregtshmëri artificiale, por le të përpiqemi që kërkimi së shenjtës të nxjerrë në pa, jo ato që mund na ndajnë, po përgjegjësinë që kemi për të jetuar si vëllezër. Ka vlera që nuk duhet të flijohen në emër të asnjë dallimi: paqja, dashuria, mirëkuptimi dhe respekti në çdo qenie njerëzore. Njeriu nuk është një mjet për të shërbyer synimeve ideologjike, politike apo fetare. Ai është një person me vlerë unike dhe të papërsëritshme. Jeta, liria dhe dinjiteti i tij janë elemente panegociueshëm të një shoqërie të drejtë. Asnjë argument nuk mund të përligjë për çmimin, keqtrajtimin apo asgjësimin e tjetrit. Ne që përfaqësojmë bashkësi fetare, kemi në këtë pikë një përgjegjësi edhe më të madhe. Nuk mjafton të bëjmë thirrje të përgjithshme për paqe. Ne jemi të parët që thirremi të bëhemi shembuj të paqes. Fjala jonë, vendimet tona dhe mënyra se si trajtojmë ata që ndryshojnë për nesh, duhet të dëshmojnë se besimi mund ta çlirojë njeriu nga frika dhe paragjykimi. Bashkësitë tona duhet të jenë vende ku njeriu mëson jo vetëm të mbrojë identitetin e vet, por edhe të respektojë identitetin dhe dinjitetin e tjetrit. Paqja, në fund të fundit, nuk është thjesht mungesa e konfliktit të armatosur. Ajo është një vepër e përditshme drejtësie, besimi të ndërcjellë dhe pajtimi. Ajo ndërtohet kur shmangen fjalët që plagosin, kur mbrojmë ato të cilët i bëhet padrejtësi, kur nuk lejojmë që një bashkësi e tërë të fajsohet për veprimin e njeriu dhe kur refuzojmë të shndrojmë frikën në paragjykim kolektiv. Fusha më e sigurt ku mund të ecim së bashku është shërbimi konkret ndaj njeriu, sepse përpara çdo cilësie tjetër, të gjithë jemi njerëz. Të gjithë e njohim nevojën, sëmundjen, vetminë, pasigurimin, dhimbjen dhe në fund misterin e vdekjes. Ky bashkëpunim nuk i shfuqizon dallimet tona teologjike. Ai vendos ato brenda një kuadri pjekurie dhe respekti të ndërsjellët. Mund të mos pajtohemi pa e urryer njëri tjetrin. Mund të dëshmojmë besimin ton pa fyer. Mund të bashkëpunojmë pa i ngatëruar traditat tona dhe mund të shërbejmë së bashku njeriu sepse pranojmë se dhimbja nuk ka fe dhe se nevoja nuk njeh kufi. Përvoja e veçantë historike e Shqipërisë na ofron me mësime të çmuara. Populli ynë njohu kohë kur u bën përpjekje për të fshirë nga shoqëria çdo përmendje të Perëndisë dhe për të shtypur me dhunë ndërgjegjen fetare. Pa i njohë dhe fuqinë e rilindjes së bashkëjetesës paqësore dhe të bashkëpunimit ndërmjet bashkësive fetare.
Këtë trashëgimi e kemi për detyrë, jo vetëm ta ruajmë, po dhe ta thellojmë, në mënyrë që brezat e ri të mos njohin kur frikën, intolerancën apo dhunën në emër të besimit. Faleminderit për vëmendjen.